Mirë se vini të gjithë në të diskutim mbi ruajtjen e paqes dhe udhëkyqjen e misioneve të Kombeve të Bashkuara dhe përgjegjësitë e misioneve. Derisa komuniteti ndërkombëtar përballet me valë të reja të konflikteve dhe jo stabilitetit politik, ky debat do të zbulojë nëse misionet paqëruese janë ende instrumente të vlefshme për ruajtjen e paqes dhe sigurinë ndërkombëtare. Gjithashtu nëse janë ende të vlefshme për këto raste. Për këtë pjesë të debatit jam e nderuar të dëshiroj mirëseardhje kryeministrit Albin Kurti nga Republika e Kosovës. Faleminderit zoti kryeministër që jeni këtu me ne. Le të fillojmë me rëndësinë e strategjike të misionit paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara. Kryeministët në dekadat e fundit misionet paqëruajtëse të OKB-s janë përballur në merritje të misioneve e mandateve komplekse dhe në fakt nëse vitet 2000 janë quajtur si vitet e arta të misioneve paqëruajtëse, shumë tani thonë se ka krizë të këtyre misioneve paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. Nga perspektiva juaj, mendoni se modeli aktual i misioneve të Kombeve të Bashkuara mbetet një instrument efektiv për ruajtjen e paqes dhe sigurisë, apo siç thonë shumë nga kritikët, tashmë ka mbritur limitet e tij? Me lejoni të filloj duke thënë se arritura më e madhe e shekullit të 20 është Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, e cila i mbledh së bashku nocionet e barazisë dhe universalitetit. Në anën tjetër, përmes Kombeve të Bashkuara, ne synojmë të arrijmë aq sa mundim idenë e dinjitetit njerëzor dhe gjithashtu prioritetet e saj në marrëdhëniet njerëzore e gjithashtu edhe vizionin e përparimit. Prandaj është shumë thelbësore që të nënvizohet se njerëzit nga e tërë bota duhet të besojnë se ka një instancë që shërben si një pikëvështrimi për situata të vështira në të cilat ata mund të jenë. Apo kohë të vështira në të cilat ata presin që të kalojnë. Besoj se misionet paqëruese të Kombeve të Bashkuara duhet të kenë qëllim të qartë, mbështetje lokale dhe gjithashtu një kufizim kohor. Nuk duhet të ketë misione pa një kohë të limituar. Është shumë e rëndësishme për të ditur këto tri principe për ndonjë nga misionet e ardhshme paqëruese dhe këti do doja të bëja një ndarje ndërmjet ruajtjes së paqes dhe ndërtimit të paqes. Ruajtja e paqes do thotë se ju kur keni një herë paqe, ju duhet ta mbroni të kujdeseni për ta mbani, që do të thotë trupa në terren, për të garantuar siguri për të gjithë, kurse për pjesën e ndërtimit të paqes do të thotë institucionet e sistemit dhe ndërtimin e vedijes sociale. Prandaj është shumë e rëndësishme të kesh ndërtimin e paqes në mendje, jo vetëm në aspektin e forcave ushtarake, por edhe për institucionet demokratike të sistemit demokratik, së bashku me një shoqëri lëvizëse ku mendimi kritik dhe debatet janë pjesë e jetës së përditshme dhe ato jo vetëm për partitë politike, por edhe për të gjitha organizatat e ndryshme përfshirë unionet të ndryshme, organizatat e grave, organizatat e trimëve dhe në përgjithësi organizatat jo qeveritare. Faleminderit zoti kryeministër. Çfarë do të thoshit, cilat mund të ishin mësimet që do të mund të kuptonim nga Kosova? Ju keni një përvojë të gjatë me misionet ndërkombëtare, prezencën e tyre atje përfshirë, ato të Kombeve të Bashkuara, NATO-s, një përvojë kjo që krijon debat mbi sovranitetin dhe intervenimin. Sa mundet që mësimi nga Kosova të merret dhe përshtatet diku tjetër, veçanërisht balancën për atë që ju thatë mes mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe pronësisë vendase.
Dhe si është përfshirë kjo në ndërtimin e shtetit të Kosovës si proces? Në vitin e parë, kur misioni OKB-s në Kosovë ishte vendosur, ishte goxha i suksesshëm, sepse u ballafaqua me ndihmën humanitare dhe rikthimin e refugjatëve. Mendoj se këto dy elemente të OKB-s në mënyrë të përgjithshme ishin mirë. Pra, kur njerëzit kthehen në shtëpitë e tyre, atyre ju duhet ndihmë e ndryshme për mbështetje të familjeve, grave, fëmijëve të moshuarve, për ata që janë të plagosur apo sëmurë. Pra, viti 1999 ishte një tregim suksesi i OKB-s në Kosovë. Megjithatë, më duhet të them se kur filluam te kapitulli tjetër, e që ishte ndërtimi i demokracisë, nuk doli mirë. Nga përvoja ime mund të them se misioni OKB-s në Kosovë ishte deri diku i suksesshëm në atë që kishte të bënte me të drejtat e njerëzit dhe sigurinë e tyre, pak a shumë jetën e tyre, që të ishin minimalisht mirë, por megjithatë, kur ne kishim nevojë për demokratizim të vendit tonë, kur kishim nevojë për zhvillim ekonomik, u bë më shumë i paaftësi sa që krijoi mundësi. Kjo mund të lidhet pjesërisht edhe me drejtuesit e misioneve paqëruese në Kosovë, e që përbëhej nga dy diplomatë nderuar, Sergio Vieira Di Mello dhe Bernard Kouchner. Prandaj duhet të keni leadership në misionet e OKB-s, kudo që ata të jenë të vendosur, leadership që njohin rëndësinë e një kombinimi perfekt ndërmjet legitimitetit publik dhe efektivitetin e përditshëm. Ju duhet të keni lider efektiv, por në tjetrën anë të tillë që kujdesen shumë për popullsinë lokale. Pra nuk është e mjaftueshme të kesh politikanë, diplomat, e të jemi sinqert sepse ju keni nevojë të keni edhe njerëz që kanë ndjeshmëri sociologjike apo të antropologjisë, ose ndoshta të dyja, do të thosha, apo të keni këshilltar të tillë në ekipet e tyre që kuptojnë se kanë fuqi të tilla ekzekutive që nuk do duhet i kishin, por megjithatë ende i kanë. E të cilët përfundimisht do të supozohet që ata nuk do të kënaqeshin me to. Këto fuqi ekzekutive të misioneve paqëruese nuk janë të limituara, zakonisht është dhe thelbësore që njerëzit jo vetëm që të pëlqejnë, por edhe të pajtohen me ty. Mendoj se viti i parë i misionit të Kombëve të Bashkuara në Kosovë ka qenë i suksesshëm, e gjithashtu ka pasur disa elemente që ishin provuar të jenë shpresdhënëse për të ardhmen, siç ishte largimi i dinarit jugosllav nga Kosova si monedhë zyrtare, e duke sjellë fillimisht markën gjermane, e pastaj duke adaptuar euron që nga viti 2002, por sërish, kur vjen çështja tek demokratizimi, kemi përfunduar në një zyrë të tmerrshme ligjore të OKB-s në New York dhe problemet në Këshillin e Sigurimit nga disa vende të fuqishme jo demokratike që nuk donin ta shihnin Kosovën të bëhet e pavarur, u kthye në një mikromenaxhim të përditshëm të bërjes politike, si dhe marrjes së vendimeve politike në vendin tonë. Faleminderit për këto informacione të brendshme. Të zhvendosemi tani tek konteksti aktual, me që kemi parë rritje të operacioneve paqëruese dhe ndërhyrjet për paqe të vendosurat e autorizuar nga shumë organizata rajonale, disa pak më të mëdha se sa ato, të BE-s, të Unionit Afrikan, të NATO-s, si dhe diskutimet për rreth tyre dhe eventualisht për misione paqëruese në Ukrainë, në Gaza.
e të ngjashme si këto, i shikoni këto si rrëshqitje tek një lloj decentralizimi të arkitekturës së sigurisë kolektive dhe në këtë rast si do ta shikoni të KBN të mbetet si qendra e sigurisë dhe paqes në nivel ndërkombëtar. Nuk është e lehtë të merren dinamikat e brendshme të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në mënyrë të veçantë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që është pak a shumë i vogël, do thosha, vetëm 5 anëtar, dhe e dim që 2 prej tyre nuk janë shtete demokratike. Për secilin mision të vendosjes së paqes dhe ndërtimit të paqes duhet pasur ndarje të përbashkëta, jo vetëm interesat të brendshme, por ndarje të vlerave. Prandaj, kjo është ajo që mendoj se problemet e rënda duhet të zgjidhur me një herë dhe jo të lihen për më vonë, apo vetëm misione paqëruajtëse në formë të limituar që mund të vendosen vetëm për përballje me çështje humanitare dhe rikthim të refugjatëve. Në vendin tim, NATO drejton forcën ushtarake e cila në fillim kishte mbi 50.000 ushtarë në terren. Tani që po flasim, ka më pak se 4.000. Pra, fuqia ushtarake ka vazhduar të ulët, kurse prodhimi i përgjithshëm bruto ka vazhduar të rritet. Nëse krahazon prodhimin e përgjithshëm bruto për kokë banori, Kosova në sotme me atë të vitit 2000 është 6 herë më e lartë dhe është 3 herë më e lartë se në vitin 2008 ku ne e shpallëm pavarësinë. Pra, çlirimi dhe pavarësia duhet të kenë edhe këtë pjesën e vet makroekonomike për vendin. Dhe sërish duhet të ndjehet në jetën e përditshme të familjeve dhe të shoqërisë në përgjithësi. Kështu që nuk e shoh se si këto 2 gjëra mund të adresohen lehtësisht nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, por mendoj se kjo nuk duhet të na lë të mendojmë se nuk duhet të aprovojmë këtë. Faleminderit për këtë notë optimizmi. Pra, ju do të thoshit se duke i dhënë OKB-s përparësinë e në vend të ndarjes së përçarjes në Këshill të Sigurimit mund të bëjë atë që të ketë më shumë legjitimitet politik se sa në zbarkime të ndryshme operacionale? Po, por aspektet normative janë shumë të rëndësishme dhe ato duhet të bëhen përmes dialogut shumë palësh, negociatave, bisedave shumë palëshe dhe marrëveshjeve. Megjithatë, mendoj se nëse kjo nuk është e mundur, duhet parë mënyra të tjera të zgjidhjes. Por unë jam ende mes atyre që besojnë se duhet provuar fillimisht në atë mënyrë e jo të themi nuk do të funksionojë. Ndoshta është më mirë të kemi e lëmë diçka që globalisht nuk ka funksionuar para se të kalojmë tek plani B. Këtu besoj se Bashkimi Evropian mund të jetë një ndihmues shumë i madh, sepse kudo që misioni i OKB-s në Kosovë ishte i përfshirë në projekte të ndryshme ekonomike, kulturore, infrastrukturore, apo edhe ndërtimin e institucioneve, kur Bashkimi Evropian ishte aty, shpresa e njerëzve ishte më e lartë, por në të njëjtën kohë mund të them se suksesi ishte, apo kishte probabilitet më të lartë. Kjo sepse Bashkimi Evropian në pikpamjen tonë është projekti politik më i rëndësishëm dhe i suksesshëm dhe një proces historik i paqes dhe përparimit që nga lufta e dytë botërore. Pra, kthimi i shumë kulturalizmit brenda Bashkimit Evropian është diçka që besoj se OKB-ja mund të mësoj shumë. Në këtë pikë, si shikoni lindjen e demokracisë në vende me fuqi të mesme, le të themi, vendeve më të vogla si Kosova, në shtyrjen para të paqes së sigurisë, qoftë edhe në reformën e OKB-s, në këtë kohë,
pavarësisht mbështetjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e siç e thatë edhe ju në të shumtën e rasteve jo. Si do të shikonit për shembull rolin e Kosovës dhe të atyre vendeve të tjera, le të themi me fuqi të mesme, për të gjetur hapësirën e tyre rreth 5 vendeve të fuqishme. Kosova është një sukses i dyfisht. Në njërin anë është tregimi i suksesit i ndërhyrjes ushtarake të NATO-s për të ndaluar gjenocidin e Serbisë në pranverën e vitit 99 dhe sërish është suksesi i demokracisë dhe zhvillimit, të cilat shkojnë krah për krah. Sepse siç e dim tani janë disa superfuqi që duan të tregojnë se zhvillimit nuk i duhet demokracia. Në fakt, këta që mendojnë se zhvillimit nuk i duhet demokracia, mendoj se nuk besojnë në të drejtat e njeriut dhe as në pjesërisht në rendjeligj. Rendjeligji supozohet të bashkojnë shoqërinë, jo ta ndajnë atë nga ata që janë të paprekshëm dhe nga ata që janë të pambrojtur. Pra është shumë e rëndësishme për ta përdorur Kosovën si shembull pozitiv për këtë tregim të dyfisht suksesi. Në anën tjetër, forume si ky i Parisit për paqe, konferenca, samite, ku ju nuk keni vetëm 500 e madhe, apo 300 e madhe, 700 e madhe, apo 20 e madhe për atë çështje, por t'i përfshin secilin për debatin lidhur me brengat e skaluarës, por edhe për ëndrat për të ardhmen, është rruga duhur përpara. Shumë mirë mendoj se në minutat e fundit të mbetur mund të pranojmë edhe një apo dy pyetje. Po, ju lutem, vazhdoni. Mendoj se na duhet një mikrofon. There's one coming. Yeah. Thank you so much for the discussion. Faleminderit shumë për diskutimin dhe prezencën tuaj sot. Do të doja të di se cili është procesi i integrimit të Kosovës në BE, duke marrë parasysh se disa shtete anëtare të Unionit ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Faleminderit. Behind you, the lady behind you. Yeah. Zonja prapa jush. We'll take 2 questions. I marrim dy pyetje një herësh. Should I ask for? I'm sorry? Should I ask before he answers? No, go ahead and ask your question. Mund të vazhdoni. Përshëndetje zoti kryeministër, faleminderit për të gjitha. I do have a question. How do you see Kosovo finding Si e shikoni Kosovën të gjej vendin e saj në bashkëpunimin rajonal kur pjesa më e madhe e stabilitetit të saj garantohet nga organizata të ndryshme siç është NATO-ja apo OKB-ja? Cili është vendi i juaj në bashkëpunimin rajonal? Faleminderit. Faleminderit për këto dy pyetje. Po, është e vërtetë që në mesin e 27 vendeve anëtare të BE-s janë edhe 2 shtete mosnjohëse, Spanja, Slovakia, Greqia, Rumania e Qipro. Një nga këto nuk është në NATO, e që nga 32 anëtarë të saj 28 prej tyre në njohin, dje Kosova një nga Siria, e gjatë këtij viti edhe Kenia e Sudani në kanë njohur, e që do të thotë se 120 shtete nga gjithë bota kanë njohur Republikën tonë. Ne po punojmë në mënyrë dypalshme me këto 5 shtete mosnjohëse që janë në BE. Ka pak a shumë pjesërisht përparime, për shembull Spanja ka njohur pasaportat tona, Greqia ka ngritur statusin e zyrës tonë në Athinë, edhe pse njohja ende nuk ka ndodhur. Ne po punojmë shumë, na duhen ato që na njohin t'i binin ato që ende nuk na kanë njohur që ta bëjnë këtë. E pavarësisht mosnjohjes, mendoj se asnjë prej tyre nuk e kundërshton rrugën e Kosovës dhe të integrimit të Kosovës. Kemi marrëveshjen e stabilizim asociimit, jemi pjesë e procesit të Berlinit mes 6 vendeve të Ballkanit, marrim pjesë në planin e rritjes së BE-s e shumë të tjera. Pra unë jam optimist për kohën përpara dhe mendoj se në periudhën e zotit Juncker, ish presidenti i Komisionit Evropian përfundimisht ka përfunduar, kjo sepse tani BE-ja ka marrë vendim që Ballkani Perëndimor do të përfshihet në BE, më mirë
sa më shpejt se sa më vonë, sepse ne jemi si një enklavë BE-s, duke qenë të rrethuar nga BE-ja. Ballkani Perëndimor është në BE dhe BE-ja duhet të bëhet Evropë, duke përfshirë edhe ne. Nuk është optimizëm vetëm si pjesë e përshkrimit tim të punës, por jam vërtet optimist për kohën që kemi përpara. Besoj se BE-ja pavarësisht krizave të tanishme do të bëhet më e fortë. Në anën tjetër, nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, 3 prej tyre janë në NATO, 3 nuk janë. Kosova nuk është në NATO, por NATO është në Kosovë. Ne duam të bashkohemi NATO sa më shpejt jetë e mundur. Prandaj edhe po rrisim kapacitetet dhe aftësitë e forcës sonë të sigurisë. Kemi dyfishuar numrin e ushtarëve në vitet e fundit, si dhe po blejmë municione, pajisje, ushtarake nga partnerët tanë dhe aleatët. Pra ne duam të bashkohemi NATO-s, jo vetëm për të përfituar, por edhe për të kontribuar, dhe kjo tashmë është e njohur. Ne kemi marrë pjesë këtë pranverë në Defender Europe 2025, bashkë me rreth 940 ushtarë dhe oficerë, si dhe divizioni 28 i ushtrisë amerikane, i cili kontrollonte dhe komandonte nga Kosova operacionet në pjesën juglindore, e gjithashtu ishim edhe vend mikpritës dhe jo vetëm pjesëmarrës. Pra ne po bëjmë hapa të mëdhenj përpara dhe është viti i tretë tani që kemi kaluar 2% të prodhimit të përgjithshëm bruto për shpenzime ushtarake të mbrojtjes. E dim që këto nuk janë të mjaftueshme, por jemi duke përparuar, do thosha më shpejt se sa disa vende anëtare të NATO-s. Faleminderit Kryeministër, mendoj se koha jonë fatkeqësisht ka mbaruar. Ndoshta mund të ruani pyetjet tuaja, edhe pse nuk dua të inkurajoj pjesëmarrësit që jashtë të vinë të diskutojnë me ju, por nëse keni kohë, ju lutem, sepse jeni treguar shumë zemërgjër me kohën tuaj dhe ishte kënaqësi të dëgjojmë për gjithë progresin e Kosovës që ka bërë për gjatë këtyre viteve. Faleminderit shumë për kohën dhe nëse dëshironi të thoni diçka për fund, duke pasur në mendje se koha ka mbaruar. Faleminderit zonja Kremajers që më ftuat mua sot këtu. Është nder dhe kënaqësi e veçantë për gjithë ju që bëni politikë në një mënyrë apo tjetër. Them se politika është një vend i mirë për të mësuar. Pra nuk është vetëm akademia, universiteti, por edhe në politikë mësoni shumë për njerëzit. Por jeni të vëdijshëm, një gjë që nuk duhet të bëni është të mësoni të kurrës të tjerëve, të ideve, ju do të keni edhe ideve në politikë, jo vetëm të mësoni, por në të njëjtën kohë jo duke pasur idenë e kurrës të mësimit. Nëse keni ide të caktuara të mendoni se ju nuk keni nevojë të mësoni më shumë. Pra, kombinoni idetë të mësimit dhe përfshini tek njerëzit në vendet nga jeni dhe tek ata të cilët ju doni t'u shërbeni. Faleminderit.